Nga Spaku i duhet të paraqitet për të firmosur detyrimin, Sali Berisha hodhi akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Sipas tij, burime të sigurta e kanë informuar se Rama po përgatit arratin e saj. Ajo është opozita e opozitës, është po të shkoj unë sa do që të them qytetar, po nuk po të bëj Edi Ramën, të them atë që s'është, unë jam partjak. Kjo është e vërteta dhe unë nuk duhet kur që ato ngjyra që i kanë dhënë qytetar t'ja prekë dhe s'ka çdo demokrat aty është pas një simbol partjak. Kjo është protesta më paqësore, më e bukur që ka njohur Shqipëria. Po të mos kisha patur këto funksione, ditën natë do isha aty. Protestën 15 ditore të qytetarëve shqiptar, Berisha e përgëzon dhe thot se zërat kundër tij janë të nxitura nga kryeministri. Ai thot se nuk do t'i bashkohet protestës. E keni marrë vesh, po i përgatit lubis arratisjen, po i përgatit absolutisht lubis largimin në një shtet tjetër. Këte e kam nga burime të mirë informuara. Mendon se mos po i sjellin në një flet arresti tjetër nga Spaku dhe ajo të gdhijet në një shtet tjetër, diku tjetër. Apo përgatit dhe për vete ai këte, i garantoj që edhe mrapa diellit po të shkoj, do vi këtu t'jap llogari për krimet që ka kryer. Në fund, Berisha i bëri sërish thirrje demokratëve që t'i bashkohen qytetarëve në protesta.